që ka çu viza. Tha, ju ka volu se ju ka. Çeper kryeministër. Se cili ti vono procedura Hoti ka shku zyrën e vo. Është më mirë Abdullah Hoti ka bërë orë me marrëveshje. Abdullah Hoti Për momentin është e kaluar, Hoti zoti. Jo, s'është e kaluar. Çapo unë Albini ka bërë Abdullah kryeministër. Çapo unë Albini takohet me Merita Halili, me burrin e vet me harmoni. Zamavora me do polit. Diçka që duhet me bëni Me Berishën në organizat advatra. Se më që Amerika jep urdhra që nuk janë interes Kosovës? Se Amerika ka interesa edhe në Serbi, siç e di. Se një urdhër ka ardhur për Amerikën e Erë. shqiptarëve, jo edhe ka Kosovës ishte. Ne ndikume me shumë interes. Nuk kujton Amerika. Vin urdhra që duhet me zbatu, atë duhet me tregu. Ama Erona, me ta bimi kryeministër veç me ta po ec veç. Ja, ka bishtuar tregot Se mos do ta thirrësh në kryeministër. Unë e preferoj mos ta thirrësh kryeministër. Jo s'më ndrej. Jo, si këta po lavdon. Ashim thonë se ka thirr Abdullah Hoti se ama të përveç më ka rëndësi. Po çka i ka thirr është me rëndësi. Që gabimi më i madh, gabimi me thika. I ka thirr me thika. Gabimi fillestor i ynë është që ne lidhemi për emrat përveshëm. Nuk ka rëndësi emri përveshëm, po ka rëndësi funksioni që e kanë ushtruar dhe që ushtrojnë. Kjo është me rëndësi. Pro, e pora, duhesh më na shpjegue, cili është rasti i parë që ka ardhur prej Amerike një kërkesë për drejtim të shqiptarëve, jo vetëm Kosovës, po drejtim shqiptarëve që ka qenë i dëmshëm për neve. Këto është mirë me sqaruar sepse the na vin. Unë nuk di, nuk njoh ndaj kërkesë, ndaj veprim, ndaj vendim amerikan në histori prej kur kom lexuar që ka ardhur ndëm të shqiptarëve. Këto duhet me sqaruar parë. Pyetje me vend. Po këta kanë një të vetur që thika Pyetje me vend ti në mundësi të përgjigjet. Ja, Se duhet atë që kemi për njërin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Kur ka qenë veprim? Marrëveshjen në Washington. Cili veprim? Cili? Pas veprimi tjetër me të njëjtin. Me çfarë vendime ke marrë njëri? Me çfarë vendime ke marrë njëri? Që shkeli ligjin Serbisë, dalimi Serbisë Me çfarë vendime ke marrë njëri? E Izraelit çaty. Çfarë ke marrë? Jo se ke marrë me atë vendim. Izraelit ka një se ke një Jeruzalemi. Marrëveshje e ki. Që është ligjit ndërkombëtar me njëft Izraelin si Jeruzalemi si Krishtë. Po që pat ka njëft Izraelin. Sa shtete na shku në Washington me na njëft Serbia me na njëft Izraelin. Jo, kena nuk ka kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. On kundërshtim me rezolut. Jo ke besh, po jo me ligjin ndërkombëtar. Tranzishëm me na njoft. 5 shtetet e BE-s. 5 shtetet e BE-s janë tranzishëm me na njoft. Serbia hiç kur mos na njoft. Me buk. Dialog me Sponjën me Shqipërinë. Po po shkojnë me Serbinë. Ka vendos blok dialogin marrëveshjen, ata ta kanë kushtuar. E kanë kushtuar. Ata ta kanë kushtuar. Kalojmë te pyetja e dytë. Prej jo se sa, jo se ekziston ka qenë një moratorium i përkohshëm. Pra marrëveshja për me jep hapësirë investimeve ekonomike e që pastaj me shku drejt marrëveshjes finale politike me njohje në një anshme të mirë kërkesa amerikane e vazhdueshme asnjëherë e anashkaluar. Ka qenë prej 4 shtatorit. Prej 4 shtatorit. Që ky fuqishë që është me muskë. Prej 4 shtatorit. Ka arrit me ek piste në pikën 15 ku thot Serbia dhe Kosova do të njihen reciprokisht. Kosova do të pajtohen, Kosova dhe Serbia do të pajtohen që ta zbatojnë një moratorium një vjeçar për të mos kërkuar antarësim të ri në organizata ndërkombëtare. Një vjeçar, moratorium një vjeçar. Beogradi thot do të pajtohet, Beogradi, Prishtina thot do ta bëj këtë moratoriumin, Beogradi do të pajtohet, ta zbatojnë një moratorium një vjeçar mbi fushatën e saj për çnjohje dhe do të përmbahet nga kërkesa dhe do të përmbahet nga kërkesa zyrtare dhe jo zyrtare ndaj ndonjë vendi ose organizate ndërkombëtare që mos e njoh Kosovën. Pikot e shtatorit ku u bë kjo marrëveshje. A që dëmshme që Albin Kurti del ke proklamoj këtë publik. Marrëveshja më e dëmshme. E masë ne duhet lavdoj. Duhet lavdoj. Pikë ko dëmshme. Ska qenë dëmshme. Ku domi? Çfarë domi keni marrë pisoj? As di serë. Fokë që ta ndalën. Ti mos ta ndalën me moratoriumin. A e kupton? Pikot e shtatorit. Kur ke marrëveshje në shkru. Hajde tu na dërgom qeveria Albin Kurtit me Donika Garvallën e me Vjosa Osmanin. Sa njohje apo Kosovës për 5 vjet? Hajde tu na dërgom. Po çato njohje apo
Me Bastian Kohn, kur e kon edhe me këta ishin bot mjetat njoje. Jo, bre Gjavet ka dalë, mos banalizo Gjavet. Mos banalizo Gjavet. A me orë që tash një qeveri ka pika njoje. Mos banalizo. Jo, nuk e thash ato. Po kjo tregon që kjo Amerika, që ne prapë ka dom. O kjo Amerika që as nuk e kishte marrë një njohje. Po ka ndryshuar. O as Shqipëria vetë ka ndryshuar. As Shqipëria s'kish njohur. Bashkimit Evropian, Trumpi ka ndryshuar Shqipëria ka njohur në 90-ën. Po, në 92-ën. Nuk është Amerika e këtyre hershit, të prirë muhabeti. Çka ka Amerika? Mos po i tash në Krovin e fundi Amerikës pse. Jo fundi Amerikës, jo fundi Amerikës. A nuk ishte Trumpi president? A ke Bideni 4 vjet? Se shpëndim kesh ose nota. Smakishin edhe zonin në këtë. Kanë shpar tjera. Ju lutem telefonojeni Smakishin dhe Visar Zonin, tregojeni se jeni në debat. Çka na erdh me pozitive? Se vjen nota me qenun e majtë disiplinë, nuk kisha besuar. Po zotë me ta shikoj. Nuk marr fjalë. Nëse mi me fjolla, e tha, kënoj e tha një fakt, i cili nuk Qysh po bën fal? M'fal, auton. Fal. Tha që njoja e domon nga Izraeli ndalohet me ligj ndërkombëtar gjë që është e pavërtetë. Jo, Jeruzalemit. Jeruzalemit dhe? Po dhe, ligjin ndërkombëtar. Është e pavërtetë. Është një zolut. Disha i të zonë. Është e pavërtetë. Do në po të thamë është ujë, ti po të thojë. Jo, është një zolut, jo obliguse. Është një zolut. Nga mbeti, po nga ta. Ti më duke studion shkenca politike. Jo, Jeruzalemit si kryeqytet është fjala. Po. Jo, Jeruzalemit si kryeqytet. Nuk është ndaluar nga ligji ndërkombëtar se s'u ta banon ligjin. Është një zolut e OKB-ve. Çajo është. Po zolut jo obligative, shok. Ju falenderit shumë për këto argumente, por nuk besoj që këto ndryshojnë karakterin e vizitës së kryeministit në Shtetet Amerikës, është tema Po çdo tema jon, pro. Nëse 4 vjet ka qenë, 4 vjet ka qenë në pushtet Bideni. Çfarë vizite zyrtare ka bu Albin Kurti në Amerikë dhe cilin zyrtar të lartë amerikanë ka taku? Zero. Ka qenë ato bizneset amerikanë. Po pa, Ato bizneset. Përfaqësues të Senatit. Sempre përfaqësues krenar beti shumë se kena studiuar shkenca politike të dytë. Në shtet, dytë kena studiuar shkenca politike dhe ça është në ekzekutivi. Kur shkon në një shtet, nëse nuk e vizitu, nuk e taku njerëz të ekzekutivit që edhe ekzekutivit i ka taku. Kan. Niveli më tul. Jo, asnjë. Departamenti i Shtetit. Atë takimin e madh me Blinkenin ku ka qenë edhe presidenti aty, edhe që ka qenë takim goxha i zashme, ato e mbaj mend që ka qenë. Takim kolektiv. Kurti që duhet më taku me nivelin më të lartë të Amerikës. Po ky Albin Kurti që ka thënë me Ministri detyrë, nuk u president. Mos i nga ka qenë me javë 4 vjet. Ka qenë 4 vjet. Ka qenë 4 vjet. Ka qenë marrëveshje.